Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Sot ngadalësohet Surin, edhe pse instikti yt kërkon shpejtësi, situata të rreth teje do të ecin me ritëm më të qetë. Në punë një proces që ka qenë i paqartë fillon të marrë formë. Në jetën personale mund të hasësh një person që të surprizon me qasjen e tij të matur. Mos në vlerëso këndvështrimet e reja. Demi. Dita sjell më shumë qëndrueshmëri emocionale dhe ndjesinë se gjërat më në fund po vendosen në vendin e vet. Në punë një sugjerim i yt i vlerësohet nga dikush që nuk e prisja. Në marrëdhënie kërkon ngrohtësi dhe përkushtim dhe sot i merr më shumë se zakonisht. Binjakët. Sot nuk është dita për vrull, por për fokus të qetë. Dikush mund të kërkojë ndihmë dhe nëse pranon, kjo të sjellë një mundësi indirekte më vonë. Në dashuri një bisedë më intime se zakonisht, hap një derë të re mirëkuptimi. Në mbrëmje merr pak kohë për veten. Gaforia. Dishmëria jote e zakonshme shndrohet në forcë. Një situatë që duket e tensionuar qetësohet falë ndërhyrjes tënde të butë. Në punë mund të marrësh një koment pozitiv që të rikthen vetbesimin. Në shtëpi fryma familjare është e ngrohtë dhe mbështetëse. Luani. Sot mund të ndihesh më reflektiv se zakonisht. Ambicia është aty, por kërkon të mendosh disa hapa para se të veprosh. Në marrëdhënie, një gest i vogël që vjen nga partneri ose një mik të kujton se nuk duhet të mbash gjithçka mbi vete. Mbrëmja sjell qetësi shpirtërore. Virgjeresha. Dita të nxit të shohësh detajin përtej detajit, jo thjesht çfarë është, por pse është. Në punë kjo të ndihmon të kapësh diçka që të tjerët se kanë vënë në re. Në dashuri qasja jote e sinqertë sjell një moment afërsie të natyrshme. Sot është ditë e mirë për të sistemuar diçka në hapësirën tënde personale. Peshorja. Balanca kërkon punë sot, por jo aq sa mendon. Një takim ose një bisedë e shkurtër mund të ndryshojë gjithë atmosferën e ditës për mirë. Në punë diplomacia jote sjell një zgjidhje që të tjerët nuk po e gjenin. Në dashuri dikush kërkon më shumë vëmendjen tënde dhe e meriton. Akrepi. Energjia jote është e qetë, por e thellë. Sot ke një aftësi të veçantë për të kuptuar qëllimet e të tjerëve. Në punë, kjo të jep avantazh në një situatë ku kërkohet vendim i matur. Në marrëdhënie, një moment afrimi emocional sjell siguri. Mund të bësh një lëvizje të re strategjike. Shigjetari. Sot e ke mendjen te liria dhe te ndryshimi. Mund të lindë një ide që të shtyn të planifikosh diçka për muajt e ardhshëm. Në punë vjen një lajm që ta rikthen entuziazmin. Në dashuri dëshiron spontanitet dhe me pak fat, dita ta ofron. Britsjapi. Dita sjell pragmatizëm, por jo ngurtësi. Mund të marrësh një përgjigje të re që në fakt të jep më shumë kontroll mbi situatën. Në marrëdhënie tregohu më i butë se zakonisht. Dikush afër teje ka nevojë të ndjejë praninë tënde. Financat qëndrojnë të stabilizuara. Ujori. Sot mund të vinë ide të thella, jo vetëm praktike. Në punë një qasje kreative zgjidh atë që s'po zgjidhej me metoda të zakonshme. Në marrëdhënie dikush mund të surprizojë me besim të madh ndaj teje. Në mbrëmje kërkon hapësirë personale. Peshqit. Sot je lidhur fort me intuitën dhe krijimtarinë. Në punë mund të zgjidhësh diçka përmes një rrugë jo tradicionale. Në dashuri një bisedë delikate sjell qartësi që ke kërkuar prej kohësh. Shëndeti emocional përmirësohet, ndërsa i lë gjërat të rrjedhin natyrshëm. Horoskopi në Top Albania Radio.